që pjethojnë tash vendorët edhe kërnaqet. Me rëndësi është, kush e tha, jo çka tha. Po që shukon viti 2025 për juve? I mirë, Çka pritni për viti 2026? më konë qështu sokes. Okej. Do me thonë, ju keni pasur rastin ndoshta edhe me votu në Kosovë në zgjedhjet e 28 dhjetorit. A keni votu ma herët në Kosovë? Po, Se doshta me të pyet çfarë emocioni është më ardhë me kontribu këtu në vend të ndjen me votë? po për vendit i kemi borç, çdo herë më ardhë me Po. kontribu sa të mujmë. Po. Jo qështë po na etiketojnë këta që pjethojnë tash vendorët edhe kërnaqet. Kjo është Qysh një... pjo bën me unë diku pjethojnë kërnaqa? Po s'verë me ata, se me rëndësi është, kush e tha, jo çka tha. Po. Për mu që kjo ka vlerë. Po a ju pëlqen zgjedhjet, rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit? Fitoft më miri. Fitoj, Po. kush fitoj? Po, Po a ishit kënaqur me rezultatin? po daljmë po një knasht, edhe për porë dhe Gjithmonë i kënaqur, në rregull. Se- Po do me thonë ju ishit prej jetoni këto. Një vendas, po. Do me thonë shumë po m'je mirë që po të arrosim ju taku. Faleminderit për juve. Çka mendoni, a është më e drejtë që mërgata me pas drejt vote këtu në Kosovë? Po, do të pas pa tjetër. Se- Mërgota është e jonja, E vërtet, pa po. tjetër do të pas drejt. Edhe kanë kontribu gjithmonë kur Po, na u pa- kanë dashur, na kanë Pa qenë mërgatën zë. s'ken jetë. E vërtet. Mërgata është e mirësardhë gjithmonë. Po për shembull për disa komente që po thonë që jo mërgata nuk duhet me pas të drejtën e votës, se ndoshta nuk e dinë edhe shumë mirë si po shkojnë punët në Kosovë, që më ardhë dhe me pas pesh vota e tyne në rezultatet e zgjedhjeve. Une si mërgjimtar vi dikon 7-8 herë në vit. E nuk është kjo që na nuk e dim që shenë punë të Kosovë. Kam prind, kam vlla, kam motër, kam miq, kam shok, dhe shamir krejt. Po. Këtë në këto gjona e dim. Po. Unë e përmbylla poshtë me një fjalë, nuk kam rëndësi shka tha, po kush tha. Ç'kë mbulon ato krejt. Okej. Edhe për fund një urim për krejt shqiptarët tanë e mban që edhe po na ndjekin. Urimet më të mira në 2026 në shnet, edhe shkollim më shumë, edhe mbarësi në jetë. Po për juve? Gjithashtu urime vit të ri 2026 për gjithë shqiptarët kudo që janë.